Sot jemi në një aksion i cili ka nisur në të gjithë territorin e Farkës dhe ka të bëjë pikërisht me garantimin dhe zbatimin e ligjshmërisë në të gjithë ato ndërtime që janë duke u zhvilluar në këtë territor. Mbas inspektimeve në terren dhe monitorimit nga ajri me dron, Policia e Shtetit në bashkëpunim me Inspektoriatin Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit dhe Inspektoriatin e Mbrojtjes Territorit të Bashkisë së Tiranës kanë konstatuar një sër paligjshmërish lidhur me ndërtimet që po zhvillohen në këtë territor. Ky është një proces në fakt që vjen në zbatim dhe në vazhdën e një sër masash të cilat po ndërmerren prej disa muajsh lidhur me zaptimin e hapësirave publike dhe ndërtimeve pa leje në të gjithë territorin e vendit. Askush që ka një leje ndërtimi apo del përtej lejes së ndërtimit nuk do të lejohet të përfitojë as 1 metër katror më tej se leja e dhënë. Dua t'i bëj thirrje të gjithë atyre që ndërtojnë apo shesin objekte që nuk do ta kenë të mundur të përfitojnë as 1 metër katror të zaptuar padrejtësisht dhe në mënyrë të paligjshme. Gjithashtu, dua të theksoj që i gjithë ky aksion vjen në vazhdën dhe të paketës së masave ligjore të hyra në fuqi në fillim të muajit tetor, të cilat kanë për synim të garantojnë dhe të zbatojnë masa dhe sanksione konkrete. Këtu kam një thirrje dhe për të gjithë qytetarët që dëshirojnë të blejnë një pronë. Duhet të bëjnë shumë kujdes në verifikimin e statusit ligjor të saj dhe të lajmërojnë organet kompetente për çdo parregullsi apo për çdo situatë abuzive me pronën. Ky është një aksion që në fakt ka nisur dhe do të vazhdojë deri ditën e fundit për të garantuar ligjshmërinë dhe për të mbrojtur të gjithë territorin e vendit nga çdo lloj abuzimi me pronën publike. Ky është një rast ku ne kemi konstatuar një paligjshmëri dhe një tejkalim të lejes ndërtimit dhe Policia e Shtetit do të kryejë gjitha veprimet mbas ligjit për të proceduar personat që kanë abuzuar me këto leje, qofshin ta dhe zyrtar shtetit, si dhe do të mbështesi për sigurinë e këtyre operacioneve të gjithë inspektoriatet që do të veprojnë në terren. Si në këtë rast, por dhe në shumë raste të tjera në zonën e Farkës, Lundrës, në zonat cilat kemi konstatuar si Bashkia e Tiranës, bashkëpunim me gjitha institucionet e tjera, shikojmë që ndërtuesit kanë tejkaluar lejet e ndërtimit. Ne si Bashki Tirana e kemi të qartë ku janë tejkaluar volumet e ndërtimit, kanë dalë jashtë lejeve ndërtimit dhe nuk kanë respektuar ligjin. Në fakt, edhe unë duhet të bëja një thirrje për të gjithë sipërmarrësit, mbikëqyrësit e punimeve, arkitektët që të jenë të kujdesshëm për zbatimin korrekt të gjithë masave tekniko-ligjore në fushën e ndërtimit.